Mirë po me të drejtë, tha Hasan el Basriu, mos i ndëgjoni fjalët e tyre, se ata të mahnisin me fjalë. Mirë po shikoj veprat e tyre. A kanë përputhje këta me vepra? Fjala ka përputhje me veprën që po e bën. Islami na ka mësuar dhe na ka bërë thirrje. Edhe kur flasim, edhe kur veprojmë, me qenë të sinqert. Ndëgjojeni çka ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an. Të dashur vëllezër besimtar, e falenderojmë të madhin Zot që jemi prapë në këtë ditë të madhe, ditë e Gjuma. Sot me lejen e të madhit Zot Dhul Xhelal do të ndalemi tek një dukuri shqetësuese, apo ta them një mëkat i cili është bërë shqetësues, që është përhap në masë të madhe në mesin e kësaj shoqërie. Po edhe në mesin e muslimanëve, edhe në mesin e familjes, edhe në mesin e rrethit ku ne po jetojmë. E këta njerëz, për mi realizu ëndrat e tyre, për mi realizu projektet e tyre, planet e tyre, ata sot janë vesh me lëkur dele, ndërsa brenda në zemrat e tyre kanë zemra ujqish. Dhe me të drejtë, kjo më kthen diku në kohë, thuaj se 24 vite. Derisa isha duke shku në medrese gjatë vitit 2001-2002, po udhtoj me një njeri, kishte qenë bujk, dhe mi ka thënë disa fjalë të cilat kur nuk më ka marrë mendja se ato do të jetësohen jetën tonë, apo do të ketë njerëz të cilët me ta ka me jetu. Ai me pa të thënë në atë kohë, kështu bukfalisht, ndëgjë djalë i ri, ndëgjë ti djalë i ri, ka me orë koha ata të cilët i ki afër vetës, shoqëni e rreth xhamat, ka me pas të atil të cilët në njanën dorë ta japin infuzionin, ndërsa në krahun tjetër, në dorën tjetër, ta marrin gjakun. O vllazë nderun, për atë kohë ka qenë një fjalë thjesht, mirë po sot kur të ndalesh dhe e sheh realitetin e kësaj shoqënie, realitetin me ata të cilët ti po jeton. Ka të atil të cilët afrohen me buzëqeshje, afrohen me mirësi, mundohen më të ndihmu gjërat vogla, mirë po ta marrin gjën më të shtrenjtë që e ka njeriu, ta marrin nderin, ta marrin moralin, ta marrin mirësin, ta marrin bujarin. Këto janë gjërat të cilat sot janë ato i përjetu nga kush? Nga ata të cilët nuk mundesh me i etiketu ndryshe, apo me i thirrë ndryshe. Emën ata nuk kanë ndryshe përveç se ata që i ka cilësu Allahu në Kur'an dhe na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Ata njerëz të cilët mbrenda vetës fshehin diçka tjetër, ndërsa para masës, para shoqënisë, para familjes, para xhamatit shfaqin diçka tjetër. E këta njerëz nuk kanë emër tjetër përveç se munafik apo dyftyrsha. Allahu xhalla xhelalu kur i përmend munafikat në Kur'an, këtë grup të njerëzish, thot në Kur'an, kur ti i shet trupat e tyre, ata të mahnisin. Dveshur bukur, qëndrim burnor, dhe ti mendon se me të vërtetë ata brenda vetës kanë moral, kanë besim, kanë sinqeritet. E thot Allahu xhalla xhelalu, e nëse flasin, ti ndëgjon fjalët e tyre, se ata mundohen me zgjedh fjalët më të mira për me përfitu zemrën tane, me marr besimin tan. Mirë pa ata brenda vetës nuk kanë besim, nuk kanë iman, nuk kanë sinqeritet, sepse thot Allahu në vazhdim, mirë pa ata janë si trupat të zbrazës të mbështetur në mur. Ata janë armiq të vërtet, prandaj keni kujdes për tyre. Për kë po flet Allahu Dhul Xhelal? Po flet për ata njerëz të cilët brenda vetës kanë diçka tjetër, ndërsa tek masa shfaqin diçka tjetër. Mandej thot pejgamberi alayhi salatu wasalam,
shenjat e munafikut janë 3. Ndëgjojeni me vëmendje, për me i dallu këta njerëz që janë afër nesh, që janë në rrethin ton, janë në mesin ton. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shenjat e munafikut janë 3. Kur flet, gënjen. Kur flet, gënjen. Përveç kësaj, disa janë të atyre të cilët për mi u bind ose për mi u besu, ata betohen Allahun xhela xhelalu. Sikur se kemi sjellur shembullin, Ademi alayhi salam e ka ngrënë pemën e ndalun atëherë kur shejtani është betu në Allahun se vallahi ti kime qeni përjetshëm. E disa njerëz që ne t'ju besojmë, ata përveç se gënjejnë, ata dhe betohen në Allahun xhela xhelalu. E dyta, kur të premtojnë, nuk e mbajnë premtimin, edhe e treta, kur i besohet, tradhtojnë. Ti me imanin, besimin, moralin që e ke, ju beson mirë, po këta njerëz të cilët bartin lëkurën e delës mirë, për përmrenda janë me zemrat të ujqve, këta janë në gjendje edhe më tradhtu. Ndëgjoni këtë fjalë nga të parët tanë. Njëri prej tyre thot, jo çdo dorë që të përqafon, të donë. Jo çdo kush që të përqafon, është shenjë se ai të donë. Mirë, po dikush të përqafon, të afrohet për shkak se donë me realizu planin e tij. Mandej Hasan el Basriu ka thënë, mos u mashtro nga fjalët e buta të njerëzve. Shiko zemrat dhe veprat e tyre. Mos u mashtro me ato fjalë të mira që t'i thoj njerëzit, se ata të lavdërojnë, flasin fjalë të mira kur ti je prezent me ta. Momentin që ata ndahen nga ti, ata flasin për ty, ata shpifin për ty, ata përgojojnë për ty, ata kanë me tha ato që e kanë në zemrat e tyre. E këta janë munafik të kolluar. Vllazë nderun, sot në jetën e kësaj bote, në kohën cilën na po jetojmë, ka të atill mashtrues të mëdhaj që janë shfaqur në mesin tonë. Një pjesë dar Zotit që asnjëri prej jush prezent që janë mos më u kanë i tillë, po ka të atill të cilët kur ti don me bë tregtimet e, çka bën? Për më ta marr besimin, ta ul çmimin. Mi po ku është mashtrimi? Mashtrimi është te peshoja dhe te cilësia. Këta janë mashtrues. Këta paraqesin para teje diçka që brenda zemrës nuk e kanë. E shumë gjëra e shembuj që po janë bashkë me ne, mirë po që po ja fshojmë sherrin. O vllazë nderun, krejt në fund, Islami na ka mësuar dhe na ka bërë thirrje. Edhe kur flasim, edhe kur veprojmë me qenë sinqert. Ndëgjojeni çka ka thënë Allahu xhela xhelaluhu në Kur'an. Ja ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O ju të cilët keni besu, o ti që thu la ilaha illa Allah, o ti që vjen në xhami, o ti që e fal namazin, pse thua atë që nuk e vepron? Pse? Lima taquluna ma la taf'alun, pse flisni atë që ju nuk e veproni? Pra atë që e flasim, duhet me veprua gjymtyrët tona, duhet me qenë edhe mbrëmshmja jonë, nëse paraqesim moralin, sjelljen e mirë, sinqeritetin, atëra e duhet me burua prej zemrës. Mirë, po me të drejtë, tha Hasan el Basriu, mos i ndëgjoni fjalët e tyre se ata të mahnisin me fjalë. Mirë, po shikoj veprat e tyre. A kanë përputhje këta me vepra? Fjala ka përputhje me veprën që po e bën. E të lashja me madhe o vllazën e asaj që e tham krejt në fillim. Ta japin një infuzion, mirë po në anën tjetër ta marrin gjën më të shtrejtë. Ky burr i cili i ka thënë këto fjalë, nëse është i vdekur, Allah e mëshiroft dhe shpërbleft, por që sot pas këtyre viteve është realitet. Njerëzit me dy fytyra, njerëzit të cilët po i bëjnë dam kësaj shoqërie, po i bëjnë dam këtij xhamati,
po i bojnë dam familjarëve tonë e drejtit tonë. E dashur i madh i Zotit Xhelal më na bë prej të drejtëve, të sinqertëve. Dhe lut Allahun xhelel xhelaluhu që jemi bashkë në këtë ditë madhe, ditë e xumë bashkarisht, ata të cilët janë të smur, Allah i me i shëru, ata të cilët kanë vdek, Allah i me i mëshiru, ata që po mbahen padrejtisht të burgosur, Allah i me i liru, edhe i madhi Zot Dhul Xhelal në shkallat e xhenetit më na gradu ja Rabbul Alamin. Në fund, kërkoni falje Allahut, se më të vërtet Allahu është falës dhe është mëshirues.